A e dini se Gaza e ka ndihmuar Kosovën në vitin 1999 duke dërguar një avion me ndihma? Këtë e raporton Washington Report for Middle East Affairs në një lajm të vitit 1999, ku thotë se ato kohë Gaza ka dërguar një avion me ndihma të përbërë nga 1 ton ilaçe dhe lodra për vogëllushat e Kosovës dhe një ekip mjekësor të përbërë nga 12 mjekë infermierë të tjerë. Ky ka qenë fluturimi i parë i linjës ajrore Palestine Airlines drejt Europës dhe ka qenë pikërisht në Shqipëri për të sjellur ndihmë për shqiptarët e Kosovës. Në këtë foto ne shohim vogëllushat në bregun perëndimor të Palestinës, të cilët janë duke mbellur ndihmë për vogëllushat e Kosovës. Ndërsa në këtë video ne shohim studentët sërish në bregun perëndimor, të cilët janë duke protestuar kundra gjinocidit ndaj shqiptarëve të Kosovës dhe bëjnë thirrje sa më parë që të ndërhyret ndaj Serbisë. Gaza na ndihmoi ne shqiptarët në një kohë ku ajo vetë ka qenë e pushtuar, ndërsa ne sot jemi të lirë. Jeni t'ia zgjasim edhe një dorë aq sa mundemi këtij populli të veçantë. Si pjesë e fushatës sonë, shqiptarët për Gazën janë mbledhur dhe janë shpërndar 13.400 euro me anë të fondacionit turk IH, i cili është fondacioni më i madh në Turqi dhe një nga fondacionet më të mëdhenj në botë. Kush dëshiron mund të dhurojë lehtësisht me anë të linkut që keni në profilin e faqes sonë. Allahu ja shpërblet më të mirë pafund në këtë botë dhe në ahiret.